Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët takimin e radhës rreth komentet të Sahih Bukhariut, më konkret në Kitabul Iman, kapitullin e imanit, tek hadithi 18, të cilën Imam Bukhariu titullon bab innal imana el amel. Vërtet imani është amel, është vepër. Imani është veprim, është vepër, është punë. Ku cek hadithin an Ubadet ibn Samit, hadithin e Ubadet ibn Samit radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa ky ishte me një grup njerëzish, i këshilloi për disa gjëra, respektivisht ta morri besën për disa gjëra. Por para se me shku tek hadithi, do të flasim pak shkurtimisht për këtë sahabi, me qenë se na vjen për herë të parë në Sahih Bukhariun, si transmetues nga sahabët. Ubadet ibn Samit ka qenë prej medinazëve, ansarëve, për fisit Khazraj. Pra ishte nga Medina. Ubadet ibn Samit kishte marrë pjesë në beslidhjen e parë, po dhe beslidhjen e dytë, që ndodhi mes delegacionit Medinas dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, e që si rrjedhë e kësajna edhe shpërngul pejgamberi me pas për në Medinë. Ubadet ibn Samit radiallahu anhu konsiderohet prej sahabëve të veçantë pejgamberit alaihi salatu wassalam, nga shokët e tij të ngushtë. Kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, po edhe mbetërjet e tjera. Madje ishte nga sahabët e pakt që pejgamberi kishte zgjidhur, nga sahabët e pakt Medinas, që pejgamberi kishte zgjidhur alayhi salatu wassalam që ta shënonin Kur'anin. Përndryshe pjesa dërmuese atyne që shënonin Kur'anin ishin me kas muhaxhir. El-Quradhi thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ansarët apo medinasit, Kur'anin e të bënin e shënonin 5 sahabi, 5 veta, dhe cek, Madh ibn Jabal radiallahu anhu, Ubadet ibn Samit, pra kë sahabiu që kemi fjallën për te, Ubej ibn Ka'b, Ebu Ayyub al-Ansariu, Ebu Ayyub al-Ansariu dhe Ebu Darda. Pra, Madhi, Ubadet ibn Samit, Ubej ibn Ka'b, Ebu Darda dhe Ebu Ayyub al-Ansariu. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është lirue Shami, kohën e Omerit veçanti, është lirue dhe Persia, Iraku, pjesë të mëdha. Omeri e dërgoi Ebu Dardan, Ubadet ibn Samit, bashkë me Ebu Dardan dhe Muadhin për në Sham, respektivisht në Palestinën e Madhe. Ubadet ibn Samit u vendos në shtetin Himsit apo Humusit të Sirisë së Satme. Ebu Darda u vendos në Damask, ndërsa Muadhi në Palestinë. Mja mësu muslimanëve atje dinin e Zotit. Ubadet ibn Samit u vendos në shtetin e Himsit. Në këtë kohë, vali i Shamit atje ishte Muaviju, i biri i Ebu Sufjanit. Ubadja kishte fshti fjalë me valijun, Muavijun, këgja keq. Sa që kishte thonë, unë nuk më rri këtë vend ku jeti. Edhe qohet e kthehet vjen në Medinë, pe Himsit Sirisë atje, Shamit. Dhe i tregon Omerit në Medinë pse ka ardhur. Omeri nuk pajton me këtë vendim të tij dhe thot: mira i vend i mirë, mira i vend e mira e tokë, që në te nuk jeti edhe shokët e tjerë sikur se ti. Mira i vend, ajo tokë, që në te nuk është qifti hëtë atë, që nuk është qifti dhe shokëve tu.
Pastaj shkruan një letër Muaviut, valisë të tij në Sham, dhe i thot: Ubadet ibn Samit po kthehet sërish. Dije që ti nuk i përshtet ndaj tina. Pra këse ka obligim me të ngu ty si pari. Këtë ka menajt atje. Dhe atje qëndroj ky i bekuar. Ka vdekur në vitin 34 Hijri, në një vend të quajtur Ar-Ramletu, në Palestinë, afër 38 kilometra në periferi të qytetit të Kudsi Sharifit, në moshën 71 vjeçare. Radiallahu anhu warda, Allahu pas qenë i kënaqur me te. Pas kësaj biografie të shkurtur të këtë transmetuesi, shkojmë tek hadithi ku Ubadet ibn Samit thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qal wa hawlahu isabetun min ashabihi, se pejgamberi na tha dhe rreth tij ishim një grup e sahabëve. Na tha. Dhe rreth tij ishim një grup e sahabëve. Ka për qëllim ishim 12 veta. Krejt Medinës, të cilët shkuam tek pejgamberi në Mekë për të takuar pejgamberin dhe na morri besën që ta besojmë pejgamberin dhe të veprojmë këto detyra, këto vepra të cilat i ceki pejgamberi në hadith e që na vinë pak më vonë. Por para se me cekë këto vepra, për çka ja ka marrë pejgamberi besën këtyne sahabëve, këtyne medinasve, në mesin tyne edhe Ubadet ibn Samit, cekim shkurtimisht një histori se apo jepëm një pasqyrë thjesht shkurt të historisë çish ka ndodhur kjo ngjarje. Çish u takua Ubadet ibn Samit me pejgamberin e Mekë, sepse Ubadja ishte në Yathrib në Medinë, pejgamberi ishte në Mekë. Ky hendës ishte musliman, ishte pagan i dhujtar, sikurse medinaset e tjerë. Pra kthehemi pak në zanafil dhe tregojmë çish ndodhi kjo histori, kjo ngjarje, çish rrjedhi. Që dim të gjithë nga historia, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dekadë të plot. Një dekadë. Po e thret popullin e tij në fjalën la ilaha illallah. Natën, ditën. Veçmas në familje, në rrugë, në publik, në fush, kudo, ku po mundet. Por shumë pak njerëz e besuan pejgamberin alaihi salatu wassalam. Kështu që ky i bekuar, pas një përpjekje gjatë dhe të vështirë, e pas gjitha aty nevojtjeve, persekutimeve që i përjetoi në Mekë, nga bashkëvendaset e tij, madje të fisit e tina, u kujtua dhe vendosi që të përpiqet ta përhap davetin jashtë Mekës. Dhe atë në disa forma, të mundshme të asaj kohe, që kishte kompetenca apo që ishin të mundshme. Kështu që u kujtua ta shfrytëzoj haxhin. Haxhin e bënin arabët, edhe në gjahiliet. Dallonte emri kishte haxh, por s'kishte të bënte me haxh që kemi nesër muslimanët. Amo haxhu quante. Dhe ato atë bënin një udhë dy punë. E bënin haxhin sipas riteve tyre pagane, por në tjetrin kohë edhe shfrytëzon në rasin me bo biznes. Tregti, mu taku me zvete. Pastaj kishin edhe shumë elemente tjera si bërja garave, organizimi i të bijë të ndryshme, seminare të ndryshme për poezie, për proze, për shumë sene, këtë shfrytëzonin që atë kohë të haxhit. E rëndësishme është pejgamberit ju kujtua se tash ka ardhur koha e haxhit edhe vinë njerëz arab të ndryshëm jashtë Mekës për mbo haxhe, ata s'kan dëgjuar për islam, andaj të afrohem aty në ndoshta dikush prej tyre e pranën islamin. Dhe filloi kur koha e haxhit, grupe erdhën njerëzit të vendosen për tenda të ndryshme, filloi me afro njerëzve afër. Don Zot edhe afrohet një grup për 6 vetave dhe pasi përshëndeti pyetoi njerëz: a bën që për diçka nga jeni ju? Po dukni se një abangjie nga jashtë. Thanë po ne jemi nga Yathribi. Yathribi ishte Medinja, e quante më herët. Tha o ju njerëz, a bën
të më falni pak qaste, të më ndëgjoni disa fjalë të them. Thonë po si ja, ohull, dhe pa bisedon dhe për ato ju njerëz. Unë jam pejgamberi i Zotit. Ka dërguar Allah për pejgamber. Me momentin që ndëgjuan këta fjalën pejgamber, ta gjashtë, të afruan nga dhe pengojnë, me momentin që ndëgjuan fjalën pejgamber, peksyrin njëri tjetrin. Pejgamber. E pejgamberi për që ditë pse peksyrin njëri tjetrin. Dhe ata po thojnë tash njëri tjetrin. Pejgamber. Që ky koka, që ai pejgamber, që po na përmendin neve që futet në Medi. E që do të thotë? Që futet për një kohë jo të shkurt, para kësaj kohë, para këtij viti, kësaj ndodhje, që futet veç kur hasnin që futet që ishin në Medinë, ishin 3 kabile që futën në Medinë. Kur hasnin në mos marrëveshje me arabët në Medinë, ju kërcënën arabëve. I kërcënën arabët, se këni me pa ju ka arkoha këmë na shfash një pejgamber neve, dhe këni me pa ju që a i bojnë ju kërë na vjen e pejgamberi jonë. Kështu që fjallën pejgamber, e këshin dhe gjuar sefte pe që futve. Sepse që futët, e këshin të rashiguar pe arabinve të tyre, rënë gjenerate, për Isa a.s. Se Isa, që ishte pejgamberi para fundit, i kështë përgëzuar që futët, se mas meje, që ka thonë Allahu, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed. Dhe po ju përgëzoj juve se mas meje vjen një pejgamber që emri do ketë Ahmed, pra Ahmed Muhammed. Dhe ata përcjellnin këtë. Gjeneral pas gjeneral dhe pritnin se kur do të vijë koha me dalë që pejgamber. Se Isa i tha alayhis salam do të përgëzoj se do të vijë një pejgamber mas meje. Po nuk tha se do t'jetë për që futve, por pejgamber mas meje. Dhe amja u kalëzit që ka. Po dhe cilësi çfarë ka. I përshkrujti Allah në libra tyre të shajta. Kështu që futet e pritin pejgamberin kur dhe del që e pejgamber, por gjithmonë të bindër se të del pe mesit të tyne. E rëndësishme është, këta këshin dëgju për fjallën e pejgamber. Këshin dëgju se ka arkohë me dalë e pejgamber. Andaj për thënë njëni tjetrit, që ky koka që e pejgamber, me të cilin po na kërcënojnë neve që futet. O ju njerëz, ta pranojnë na më herët, se sot para se më pranu ata. Pejgamberi alayhis salatu wassalam pengon. Dhe fillimisht para se me thonë ta këto fjalë, pejgamberi tha, apo më gani pak pra unë pejgamberi i Zotit, mu më zbret Kurani dhe ja vlezit disa ajete koranore. Tashta, kur dëgjuan fjalën pejgamber, dëgjuan ajetet koranore, kuptimi ajetet koranore që ditë shumë të vetë ishën arab. Pastaj ju kujtua kjo thonje që fotve, atër për thënje i tjetërit, e pëse mës të pranojnë na, të kapëm në të shtin të bëjmë për veti, para se me pranu që fot për pejgamber, tani na mysi na luftojnë me te, që shkanë thonë, që shka kanë kërësnuar. Në fakt që fot e se pranu kur për pejgamber. Por ta friksuan. Së dhe që tjetë, dënë Zotit të bëhen muslimat të gjashtë. Pejgamberi rëgzu, alayhis salatu wassalam, 6 veta pranon islamin me të madh i Zotit. Për fontan haxhi, kjo punë mbetet mbyll, me sheft sekret. Dhe këta kthehen në Medinë. Por në qafat e tyre banë një manet madh dhe përhap islamin. Ishte vitin 11 hijri. Haxhi vitit 11 hijri. Në vitin 12 hijri, vitin tjetër. Këta i marrën me vete edhe 6 të tjerë. Mesin e tyne kjo Ubadet ibn Samit, ku për dhe tash këtë hadith. Mesin e tyne dhe 6 të tjerë. Pejgamberi menzi pritte që vitin tjetër me ardhë haxhi dhe me taku këta njerëz dhe me këqy që kanë bo këta. A jënë gjalla, kanë përhap fena që kanë bo. Këta vinë 6 dhe 6 të tjerë 12. Dhe pejgamberi takohet me ta sërish të lypi dhe gjenë në Mina, në këtë haxhit, më sheft në bramje, tinza, shefta ze pej haxhive dhe pej mekazve krejt, kërsh nuk i ditën. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të 12 vetash, u amorri besën, u a tha këtë hadishtet si këm pak ma vonë. është ta përfundoj këtë tregim që ka ndodhur. Dhe në këtë vetë, të 12 mesin e tyre Ubadet ibn Samit e pranuan për pejgamberin e besuan, anë pse 6 që ishin musliman, tash vonë ta 6 të tjerë, dhe i pranuan këshillat, urat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam krejt,
Dhe pejgamberi a.s. kësaj radhe ja dha një shoqërues. Ja dha Mus'ab ibn Umairin si përfaqësues të tij, delegues të tij për mja mësu fenë në Medinë, në Yathrib. Dhe në anën tjetër, Mus'ab ibn Umairi, që ishte djalosh i ri, ishte pejt parëve që kishte pranuar Islamin, konsiderohet edhe i deleguari i parë në historinë islame për me përhap fjalën e Allahut Azza wa Jall. Mus'ab ibn Umairi bashkë me këta 12 vinë në Medinë që ndrojnë për një vit të plotë. Në haxhin tjetër në vitin 13 Hijri, Mus'abi para haxhit shkon në Mekë në mënyrë të msheft. Edhe shka dhe të pejgamberit ja Rasulullah, kështu dhe ka ndodhur. Dhe në fakt madhi, Mus'ab ibn Umairi thuaj se nuk ishte lanë shtëpi pa fut Islamin. Nuk ishte lanë shtëpi pa fut Islamin. Kishte depërtuar Islamin këtë Medinën, pa e çështje tjetër. E rëndësishme është, thotë tash kur të haxhi Rasulullah, kanë marrë një grup i madh i tyre delegacion ku duhet me koordinu me taku me ta. Dhe në haxhin e vitit 13. Në Mekë, pejgamberi alayhi salatu wassalam i shoqëruar me Abbasin miqin e vet, takohet me 70 Medinas. Herën e parë 6, vitin e dytë 12, tash vitin e tretë, që në fakt ishte edhe viti 13 Hijri, 70 veta. Që të gjithë pranojnë Islamin, që të gjithë muslimanë, që të gjithë japin besën pejgamberit, edhe këtu lidhet ajo kontrata tash marrëveshja, pa Abbasit vetë parë. Në pejgamberi s'fol, Abbasi mi gjeve t'fol, thot, o i Medinas. Pëtsekin pika shkurta të regimi, sa për një hori, o i Medinas. Ju keni vendosur me marrë pejgamberin atje. Po, unë jam i gjajtina. Pja thëm një send. Nëse një të gatë shumë me marrë këte me pranu, duke ndihmuar, duke mbrojtur, me pasirin e juaj, me jetën e juve, me krejt që ka keni, mërne. Për ndryshe, mos gabani me marë, se ervujmë në këto. Pra, ja mërne, dhe mbromna, që shë keni fjallë, ja lene. Dhe ta e thanë, ne përdojna me marë gjithqysh, dhe e mbrojnë, e jenë në gjendje me sakrifiku jetën tonë, gjakun tonë, fëmijët tonë, pasurin tonë, krejt që ka për këtë njeri. Dhe vallahi ashtu ndodhi. Dhe bo beslidhja, që quhet beslidhja e dytë kjo, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u morve definitiv me ta që pas këtij takimi, respektivisht pas haxhit, sepse ishte koha e haxhit, të kthehen këta të shtëpia, shpërndan haxhit dhe të fillojnë me një herë muslimanët me u shpërngulur një nga një, dy nga dy, qysh munden, fillimisht fshehtazi, me ikë, me lëshu vatan e tyne në Mekë, me artë në vatan të ri në Medinë, të vllaznia tyne në Medinë, pra me u shpërngull të vllazët tyne në Medinë. Dhe filluan shpërnguljet, filluan, deri sa për rreth 2 muaj dite për afërsisht, thua se s'kosh nuk me jetë në Mekë. Me gishta me të. Sahabët në Mekë, e për tyne pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, për tyne Abu Bekri, për tyne Aliu, radiallahu anhuma. Dhe në fund, edhe pejgamberi, pasi që erdhi urdhri Allahut Azza wa Jall, dhe atë në vitin 13 Hijri, ndërsa me Gregorian, muajin shtator të vitit 622, muajin shtator të vitit 622, o shpërngulla i bekuar, i shoqëruar me Abu Bekrin, e që njihet pastaj edhe hijreti i pejgamberit, apo shpërngulja e tij për në Medinë. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam ja kishte thënë në beslidhjen e dytë, hadithin Ubadet ibn Samit, që ishte pjesë e këtij delegacioni bashkë me sahabët e tjerë, ku hadithën për ceki këtu, e pastaj shpjegojmë në takimin tjetër të radhës, por për mëse me të mangu, për cekim hadithin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Ubadet ibn Samit, ishëm një grup rreth pejgamberit, e thamë ishin 12 veta, dhe tha,
bajauni ala alla tushriku billahi shay'a. Më besatoni, a japni pjesën mua se nuk keni bëj Zotit shirk. I thot pejgamberi me dinasve. Wala tasriqu, dhe nuk keni me vjedh. Wala taznu, dhe nuk keni me bërë zina. Wala taqtulu awladakum, dhe nuk keni me mbyt fëmijët e juaj. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum, dhe nuk keni me bërë shpifje njëri tjetrit. Në moral dhe në gjërat e tjera. Wala ta'asu fi ma'rufin, dhe nuk keni me më kundërshtu në urdhëresat të cilat u japën juve. Pranë punë dinit nuk keni me më kundërshtu. Faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah. Ai që përmbahet këtyre, sevapin shpërblimin e ka te Allah. Wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kaffaratun lah. Ai që bën ndonjë gjëna të tillë e pastaj merr dëshkimin për të në këtë dunja, ai dëshkim është pastrim për te. Wa man asaba min dhalika shay'an thumma satara Allah alayhi. Ai cili bën, ndërsa ai cili bën ndonjë shkelje të këtyne, e pastaj e mbulon Allahu, fa huwa ila Allah, ai është në mëshirën e Zotit. In sha'a afa anhu, wa in sha'a aqabahu, nëse don e dënon, po fjala për botën tjetër, e nëse don e fal, fa bayanahu ala dhalike, dhe Ubadet ibn Samit thot, dhe ne ju besatuam për krejt këtë që na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për komentin e këtij hadithit të nderuar, talojmë në takimin e radhës inshallahu taala, andaj dera të ri përshëndes me selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.